Para 30 vjetë ose 35 më shumë në Kosovë kur ka vdek dikush, është mbajtë pamja ose dera kanë qelë 6 javë ditë. Gjatë kësaj kohe, që llogarit si periudha e zis, kanë mbajtë zi familja, nuk kanë lshu as televizion e besa as radio. Sot na vdes nana, baba e njerëzit më të dashun e të pame ose derën hape lëm veç një ditë. Me pretekstin se jemi të nxanun, kemi shumë punë, kemi shumë angazhime, dinamika e jetës. A mendoni që si njerëz, mas gjithë këtij kontributi që e japim për aq kohë sa jemi gjallë, meritojmë na mbyllë pamja veç me një ditë? Diçka tjetër që është shumë e rëndësishme, edhe që zakonshëm po ndodh, është edhe hatërmbetja pse dikush nuk erdhi më thon Zotit lash nesh. Do më thonë, na për njerëzit tonë dashur nuk kena kohë me nda 2-3 e ma shumë ditë për me lanë derën qelë, ama nëse një shok, një dashamire, një shoqe nuk na vjen me na thonë mos u mërzitni, na mbet hatri prej tëne. Është e natyrshme mos me pas kohë me lanë derën qelë 6 javë ditë për të pame. Ama nëse kemi lanë derën qelë veç një ditë, mos na mbetet bre hatri pse nuk mujti më na ardh dikush se dhe ata njerëz të tjerë kanë angazhime. Për fund, ta dua me ta respektojmë njëri tjetrin ka më shumë rëndësi ndoshta se vetë e pamja. Por kur jemi te e pamja, nëse vetë nuk gjejmë kohë me nda më shumë për njerëzit tonë të dashur, të mos na mbetet hatri pse dikush nuk na vjen me na pa.